Ky fshat është fshati Mullapëlc, i cili i numëron afërsisht 150 shtëpi, të cilat janë të banueshme shumica. Numri i banorëve mund me qenë afërsisht 1000, 900-1000 aty. Edhe banorët shumica janë këto që janë. Domethënë nuk pi llogaritëm ata që janë jashtë, ata janë pak më shumë. Toka e fshatit thotë se është shumë pjellore, por se banorët kanë mbetur të pakët dhe nuk po ka se kush ta punojë. Fshati Mullapëlc është një fshat i vogël, fushë të punune, tokë të punune ka pak, po është tokë e kualitetit lartë që është e ujitshme. Po tash në këtë kohën tonë, tash kërkush nuk pi punon më përpara u punu shumë, edhe prej kësaj toke është bën një fitim i mirë. Domethënë shumica e njerëzve kanë jetu prej kësaj toke këto, i kanë pas ka pak tokë, po është shumë pjellore edhe i bën gjitha kultura, domethënë patatet, lakrat, specat, gjitha këto, edhe janë marrë njerëzit me to. Tash nuk janë të punu kërkush gati, pak pi mjellin, edhe njerëzit e fshatit Mullapëlc, shumica që janë këto, mirën domethënë me private në për firmat ndryshme. Gjithashtu një pjesë e madhe e banorëve të fshatit Mullapëlc jetojnë jashtë dhe punojnë jashtë atje. Edhe zhvillojnë domethënë jetën e tyre atje. Shkolla është shkollë 9 vjeçare, domethënë numri i nxënësave është rrallë dukshëm, sidomos prej vitit 2020 e kënej është rrallë dukshëm. Ka edhe njerëz që dalin për Mullapëlc, që shkojnë nëpër qytete jetojnë, edhe ata tash po zvogëlohet numri. Po shkolla është funksionale deri në klasën e 9. Ky rrëfim nga Ismet Saliu dhe plot rrëfime tjera nga lufta na bëjnë që ne sot ta duam më shumë dhe të bëjmë më shumë për të mirën e atë dheut.